Shqipëria kremton sot 113 vjetorin e pavarësisë dhe nderon ditën e flamurit kombëtar, simbol i rrugtimit ton historik, i sfidave të përballuara dhe i vlerave që bashkojnë shqiptarët kudo që ndodhen. Pranë monumentit të pavarësisë në Vlorë u zhvillua sot ceremonia e ngritjes së flamurit me rastin e 113 vjetorit të pavarësisë. Në ceremoni ishin të pranishëm presidenti Bajram Begaj, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi, kryeministri Edi Rama, prefektja e Qarkut të Vlorës Evis Allushi, kryetarja e Bashkisë së Vlorës Brunilda Mersini, drejtues të pushtetit vendor, qytetar e tjerë. Pas ekzekutimit të himnit kombëtar, presidenti Begaj, kryeministri Rama, presidentja Osmani, kryeparlamentari Peleshi dhe kryebashkiakja Mersini vendosën kurora me lule dhe u përkullën me respekt pranë monumentit simbol të kurorëzimit të përpjekjeve shekullore për liri e pavarësi, si homazh në këtë ditë të rëndësishme kujtese mbarkombëtare. Shqipëria feston sot 28 nëntorin, 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë. 28 nëntori njihet ndryshe edhe si dita e flamurit, një ditë e rëndësishme për shqiptarët në trevat shqiptare dhe anë mban botës. Më 28 nëntor 1912, Kuvendi Kombëtar i Vlorës, i kryesuar nga Ismail Qemali, shpalli pavarësinë e Shqipërisë. Ky akt ishte kurorëzimi i përpjekjeve dhe i luftrave shekullore të shqiptarëve për mbrojtjen e tërësisë toksore dhe ngritjen e një shteti të pavarur shqiptar. Në shpalljen e pavarësisë morën pjesë 83 delegat nga të gjitha trevat shqiptare, por 40 ishin firmëtarët që nënshkruan aktin e pavarësisë.